Akoma mbretëria e qeve i ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritar të bukur. Ky tregtar doli dhe kërkonte margaritarët. Dhe kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, prapa ai shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen. E blen. Po blen jetën e përjetshme në atë mënyrë. Le gjithçka. Sepse vëllam të këtu. Këtu si nuk ta siguron pozicion apo nuk ta siguron në fundit. Por diçka kon api pare që ti vendos të aqesh e momentin se çfarë po nderon kriju sabatin e tia. Gohesh nga gjithë. Të më kuje po e ston për një çka që di si ka parë që fillon të nderon të okej, një mua dëroj për t'i dhënë se neve na të shpërohemi se filim për nesh të një përtim ka të ndrimin ka të stim në zemra tona masandaj për goditjet apo dinamikat e të tjerëve që do vinë për të na thënë, për na ja ti e kështu, çan ato gjëra, tjerë. Por ti po t'investosh në një punë që nderon atin dhe ka kudo punë, atëre ati në atë periudhë do shikojë masandaj që ti je besnik ndaj sabatit, ndaj dhenjes, që janë gjërat që janë të lidhura me punën. Masandaj ai do japi një punë akoma më të mirë. Dhe sepse po të shpërblen, sepse ai është shpërblyesi të gjithë atyre që çfarë zbatojnë me zel urdhërimet e tija. Hebrejtë 11:6. Në atë moment ti ke çfarë? Ti ke shitur atë ndotjen e sabatit që është çdo javë, jemi të lidhur. Dhe ti fillon blen mbretërinë, po blen jetën e përjetshme. Dhe frika largohet, por ti do të ushesh frikën dhe do të jetosh me atin. Nuk rrojnë të dyja. Frika cakët shkojnë në liçin e zjarrit. E thot vetë hapur azi shkrimi. Ndërkohë, guzimtari që i beson atit merr guzimshmëri dhe thotë në djallë të vjej kjo shkelje e sabatit, qësh po jap fuqi edhe masandaj të marri lekun tjetri për shkeljet e blasfemisë time ndaj atit. Shu i vete. Mbretëria e qeve i ngjan gjithashtu një rrjetë të hedhur në det që mbledh gjithçfarë lloje gjërash. Kur ajo është mbushur peshkatarët e nxjerrin atë në breg, ulen dhe mbledhin në kosha, çfarë është e mirë? Por i hedhin ata që nuk janë të mirë, tha. Pasi ti mos u vendos për t'u hedhur, sepse thashë që për t'u hedhur mund të ndodhi në çdo moment në jetën e një personi, vetëm ati e di kur e heq frymën e tij. Sepse çfarë është jeta, thotë, që shfaqet për një moment, se puna asaj lules, masandaj nuk është më, tha. E kse fjalën Pietrit që vendosni me këdo jeni, që ti kur ulen në shtrat, ti jesh mirë me Krijuesin. Që thotë dhe apostulli thotë që të rrojmë sikur mund të ishte dita e fundit. Dita e fundit t'ishte. Po rrojmë neve, po e vëmë në prioritet, sikur mund të ishte dita e fundit. Andaj, neve nxjerrim tona të ja, po kështu, po ja, do t'i rregulloj këto gjë. Ndërkohë ajo është përpara, nuk përben ndonjë vështirësi të madhe për zbatimin e urdhrimeve të tija që thotë para Gjonit 5:3, nuk janë të rënda, tha. Ndërkohë neve futemi në brengën tonë, në zgjedhën tonë, në rëndesat tona, fillojmë marrim atandaj atë gurin në kurrizë dhe fillojmë ecim gjatë ditës. Po ja, shiko, kështu janë gjërat. I kujt je? Je me mbretërinë e qellit? Vlla motër. Dua të zgjoj në një mënyrë që nuk ka ndodhur kurrë në jetën tënde, sepse jam zgjuar vetë në atë mënyrë. Dhe këto fjalë, këto predikime nuk janë bërë 5 vjet më përpara, siç njerëzit mendojnë. Fillove mirë ti, ne nuk kishim filluar akoma, ti kur do fillosh.
Kështu të ndodhi në mbarimin e botës që do të vinë engjëjt dhe do të ndajnë nga të mprapshtit dhe nga të drejtët prap. Shikon, egjëra dhe të drejtit. Egjëra dhe gruri. Të paudhët dhe të drejtët. Të palishmit dhe të drejtët. Gjithmonë konteksti në Bibël ka qenë dy grupe personash. Ti vendos me këtë do jesh. Sepse ata të mprapshtit hidhen në furrën e zjarrit, që do ketë qarje dhe kërcëllim dhe ëmbësh. Dua të kaloj në fara, në interpretimi, mu mendoja se e kishe, por se duket nuk e kam vënë. Jo, që nga këtu ja. Që nga këtu. Okej. Ti marrim të çojmë afër atje, që ti kemi së bashku, okej. Që në fillimet. Tani, thamë që ishte një farë ra për gjatë rrugës. Okej? Ai doli rrugës tani, ra për gjatë rrugës. Dhe zojshtë erdhën dhe hengrën. Ta zojshtë me të parë farën, okej, me njerë, filluan dhe hengrën. Përse? Thot, kur dikush e digjon fjalën e mbretërisë, nuk e kupton, vjen i ligu dhe e merr atë që ishte mbjellën në zemrën e tija, para që ra për gjatë rrugës. Ky njeri është ai që mori farën për gjatë rrugës, thot Mesia. Tash e dëgjovi fjalën, urdhërimet, Mesian, ligjin e gjallë, të gjitha komponentet e mbretërisë, nuk jo vetëm një pranoje dhe vlele të fluturojë në palishmëri. Hajde të shkelim sabatin, se ja ku janë festat tu, dhe the saint. Okej, hajde të dërgojemi në për dritat e masandaj të çdo lloj the sainti. Të dërguar nga kush? Mesia nuk flet për ato gjëra, nuk flet për clown, nuk flet për çdo lloj zhveshje, masandaj të dalin në për Tirana Fest, të gjëra të tilla, nuk flet për idhuj të bashkojmë me njëri tjetrin. Po flasin sepse është Shqipëria është e tilla, nuk për një lloj entiteti që dihet tashmë kush janë. Sepse njihen nga frutat e tyre, por flasim sepse janë të gjithë të përfshirë. Masandaj të afrohen, filani është tu në spital, pa pyetur këtë vëlla, ore kush je ti, si ja kalon, kush çfarë po bën, si të patur komunikimin e parë. Hiç, me të dërguar një, thënë del tjetri nga Amerika, vjen shkon në Shqipëri dhe kemi këtë vëllain këtu në filan qytet këtu në Shqipëri ku unë erdha dhe ai ka po bën këtë fondacionin dhe me njerë linku për të dhenë. Por ti nuk e di kush jam në radhë të parë, si person që u afrove pak më përpara, duhet të shkruash diçka, por ti kush je, si është shërbesa tënde, çfarë në këtë rast po bën, hiç, ato gjëra nuk komunikohen në radhë të parë. Pastaj ai shqiptari, a nuk mund të komunikojë një shqiptar me një shqiptar? Për të thënë, vlla, përshëndetje, vlla, sepse jemi nga Shqipëria, ku je, si ja kalon, si ke qenë, kush je ti në, hiç. Dalin agjentët të tia, masandaj, dhe nuk mund të komunikojmë si shqiptar, do të vi në një Amerikan të komunikojë një shqiptar me një shqiptar? Ndërkohë se do flasim dhe me Amerikanë, se nuk kemi folur, do flasim hapërazi. Jo vetëm për këtë, nuk është prioriteti, se këto janë frutat e çdo gjë tjetër, por do flasim për shpëtimin e tij. Kur një person e dëgjon fjalën, tani sa e kanë dëgjuar fjalën, por e kuptojnë? Nuk e kuptoj vëlla. Siç më thonë mua, vazhdojnë akoma, nuk e kuptoj, ose pastaj fillojnë bëjnë ironi të tyre. Na duhet një përgjigje. Ndërkohë, akoma nuk kanë asnjë lloj drejtimi, asnjë drejtues. Mësandaj edhe kërduan dhe ironira, mblidhen, thonë na duhet neve, po kush jeni juve? Ta kuptojmë.
Jo, masandaj duam që t'japin përgjigjen, të shtjelluar, jo, ti do të më japësh këtu me njëherë, sepse unë tani vendosa, nuk do ndjek me gjëra online. Vetëm, çfarë të thuash? Çfarë të thuash? Vazhdojnë të mbajnë krenarinë sot gra në Shqipëri dhe përtej, që nuk duan ti në nështrohen autoritetit të kishës së vërtetë, dëgjojnë masandaj mësues të rej, më imbrojnë ata, që ushqen me filozofi të neoplatonike, që është një filozofi e re e Platonit, për të thënë, që ligji është hequr të tëra ato ligësi dhe pasandaj mëkati që është shkelja e ligjit kuj? Jo, mëkati që është shkelja e ligjit, e para Gjoni 3:4, na duhet një përgjigje, na duhet një interpretim tani, sepse mëkati është shkelja e ligjit, na duhet një interpretim, ndërkohë ati flet hapurazi. Çfarë do të flasë ati me vargje të tilla? Një person nuk e kupton, thot, sepse mund të edhim një varg, e dyta e Pjetrit 3, flet disa gjëra që çfarë ndodh me një grup personash? Okej, një grup personash duhet jetë i mirë pajisur, ti dhe unë në jetën tonë duhet jemi të mirë pajisur. Okej, e shikojmë dyta e Pjetrit 3, përsa i përket kuptimit. Ata e më poshtë, thot, keni parasysh, thot, çfarë po ndodh dhe durimin e Zotit Jahue, thot, që është në shërbim të shpëtimit, thot, që durimi i tij, thot, është i pamasë. Prej që thot të gjithë kthehen nga shkelet e ligjit të pendohen. Di, thot, dhe vëllai tonë i dashur Shaul i dha urtësinë ati, thot, dhe ai kështu bën të gjitha letrat e tija ku flet për këto aspekte, thot, të mbretërisë, thot, dhe për çdo gjykim që do vijë, thot, pozicionimin ku jemi me atin marrëdhënien, po zbatojmë urdhërimet e tija, besojmë tek Mesia Jashua Izraelit, ai që nuk anullovi karakterin e atit, ligjin e tija. Të gjitha këto gjëra, thot, ai i flet në letrat e tija me gjerësi, thot, por ka disa njerëz, thot, çfarë që i bën këto gjëra, thot, të vështira për të kuptuar. Kush i bën? Të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembrojnë këto gjëra që fillimisht duken të vështira për të kuptuar. Dhe këta bëjnë të njëjtën gjë, thot, me ligjin dhe me profetet për humbjen e tyre. Por ju, thot, shumë të dashur, po i flet dy fisëve të Izraelit, në të rilindur, kisha që ishte në Turqinë e sotme atëre, 7 kishat e zbulesës, po u flet, thot, ju shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, rujuni, e pam pak më përpara, që të ruhemi, të mos shkelim ligjin e tija, dhe mos u ligështoni në qëndresën tuaj të tërhequr nga gabimi i të pa udhëve, të pa besve, që kam braktisur ligjin, thot, numrat 15, psalmi 190, 53, me një ndinjate madhe më pushton, tha Davidi, për shkak të pa besve, të pa udhëve, të pa lishme, që braktisin ligjin e tija. Tani, njerëzit që janë të paditur dhe të paqëndrueshmit, që nuk janë në udhën e ligjit të atit, normal që do të shtrëmbrojnë këto gjëra që fillimisht ata çfarë, me t'i parë, këto gjëra dhe fillon mendja masandaj mishore, i shtrembron ligjin për humbjen e tyre. Prandaj thot Mesia në të njëjtin gjë, thot, janë disa njerëz, thot, që ligu masandaj vjen dhe shtrembron këtë fjalën e mbretërisë së plotë, tha, që në fillim predikovi mbretërinë në Mesia. Ne Marku 1:16, tha, pendohuni, tha, çfarë, mos vazhdoni të shkeni ligjin atit tim, sepse mbretëria e qeve është afër jush, tha. Ndërkohë ligu vjen dhe e vjell atë që mund të mbillet në zemrën e një personi, se fillimisht ai person nuk e kupton, sepse çfarë? Është zemra që nuk është hapur ndaj atit. Kur zemra mbyllet ndaj atit, i ligu vjen dhe mbjell masandaj gjëra, sepse po e mbyllet zemrën atit, ke hapur zemrën dikujt tjetri. Kjo nuk është ndonjë gjë e vështirë për ta, o do të shërbesh njerit dhe do uresh tjetrin, o uren njerin dhe i shërben tjetrit. Shëmbëltyra e parë. Shëmbëltyra e dytë, që ishte ajo fara, që në këtë rast ra në gurishte. Ai që ka marrë fara në përgurishte është ai që dëgjon fjalën, e dëgjovi të mbretërisë, dhe në fillim e pranon me gëzim. Wow! Por nuk ka rënjë, thot, në vete
në vete, në zemër, në vetvete. Dhe është për pak kohë, dhe kur vjen mundimi për ndjekja, për shkak të fjalës, për shkak të urdhërimeve që du t'i mbash, se kështu qëndron, siç na tha Pietri, duhet të qëndroni dhe të mos të riqeni nga i ligu. Kur vjen masandaj qëndresa që du t'a tregosh ti dhe unë, se kjo është mundimi, mundohemi për momentin që du të vendosim do praktikojmë urdhrimet apo jo. Dhe mund të përndiqesh për shkak të mbajtjes së urdhrimeve të ligjit, që ndodh që njerëzit skandalizohen me njerë dhe ikin, vrapojnë. Dhe kjo ndodhi në shërbesën tonë në disa vite më përpara, që sot akoma janë në palishmëri, sepse nuk duan të pranojnë Biblën, duan të pranojnë në mësues të rejmë dhe shikon frutet e çdo paganizmi të praktikës së tyre dhe nuk mbahen festat biblike të Levitiku 23 që ligji thotë e pamë që në Cefenia mund të mbrohesh në atë ditën e zemërimit të Zotit Jahwe duke zbatuar ligjin. Ka plot Mesia do vi të gjykojë botën me anë të ligjit, Isaia 51, 4 deri në 7. Do mbahen festat biblike, Isaia 66, me qiellin e ri në tokën e re, që atë do bëhet të qëndrueshme. Do vijin thonë të madhurojnë mua, thot Ati, nga një muaj i ri në tjetrin, nga një sabat në tjetrin, do të bien në gjunjë përpara meje, thot kombet. Çfarë do të themi me Isaia, Isaia 2:3 që do dali ligji për të mësuar kombeve në atë ditën e 1000 vjeçarit, por Zekaria 14, që Mesia do zbresi këmbët e tij në malin e udhimeve, si i bëjmë ato vargje? Opo jo, na duhet një interpretim që vërtet këmba është e majtë që zbret më përpara apo ajo djathta. Por nuk e dim cili mal është. Ja, ti nuk e thotë, tani na duhet një interpretim. Who cares? Ku t'i intereson ajo gjë në fundit? Nuk ka të bëjë me shkrimin. Ka të bëjë që Mesia do zbresi dhe do praktikojnë festën e tabernakujve. Mbasi të ketë gjykuar kombet në ardhin e tij që sapo prekëm, pill pas pikëllimit të atyre ditëve. A është në Biblën tënde? Por ti nuk e do Biblën. Prandaj kur të shfaqet vizioni dhe të thuhet që ki kujdes. Do të mësohet Bibla dhe e ke mundësinë sepse Ati po punon thellë sot me shumë qafë fortë. Se vllai po t'i thotë gjëra si qanë. Ndërkohë, me ato deklarim që bëre, do hysh në mbretërinë, me ato fjalë, është një person i rilindur me ato lloj fjalori, një grua me atë lloj fjalori, kemi thënë ndonjëherë ne fjalë të tilla? Kam bërë ndonjëherë tu një tekst të tillë? Ngrihem në orën 12 të natës, them ok, dal të dërgoj ti tjetri, kështu marr shkak nga goditjet dhe me të nxjerrë mësimin, predikimin, them ndoshta, do kthehet në rrugët e drejtësisë. Kur dëgjohet urdhrimet e Atit dhe pranohen me gëzim, neve duhet të mos fluturojmë vëlla motër me njerë, themi u. Jo, por duhet të formojmë rrenjët tona. Si formojmë? Fjalë të urta 2 na tha, që pranon urdhrimet, lexon dhe ti po themelon veten tënde dhe po e mbjell, po e rrënjos fjalën brenda, i fut rrenjët e mira. Dhe kur futen rrenjët e mira, masandaj do bëjnë të mundur pastrimin dhe çdo lloj ligësie rrenje që ka qenë më përpara gjatë viteve me perceptime që neve kemi marrë të kujtë, të ligut me gjithë ejgjërën e tij që na ka ushqyer. Këto nuk janë koncepte të përgjithshme, janë koncepte të hapura që janë të lidhur me shkeljen e ligjit apo jo. Ti tani nuk e shkel ligjin e tij. Ke besuar di, siç po i thesha masandaj, i thesha dhe vllajt. Thesha shumë hapur. Vlla, beson në Mesia Jeshua që u ringjall ditën e tretë? Po besoj. Por ishte pjesa tjetër që nuk është. Duhet të jetë urdhrimet e ligjit. Ja ju e di që duhet të jenë urdhrimet e ligjit. Por vende është ajo mbjellja. Mbjellja sepse duhet të ishim tu, ti duhet të mbjell, siç po mbjell tani. Ja, okay, ja mbaron mësimi, ja. Jemi, po thuaj se kemi 2 orë. Një person e dëgjon, e pranon me gëzim, i duke një gjë emocionale masandaj dhe opa, ndërkohë është për pak kohë dhe fillon vendimarrja, mundimi dhe në këtë rast persekutimi për shkak të fjalës, ligjit,
urdhërimeve me pak fjalë, për t'i mbajtur, sepse qëndresa është ajo, ti duhet ta kesh kuptuar tashmë, dhe vllai po t'jep akoma një varg më mbështetës të qëndresës së dytë të Pjetrit 3, që na tha pak më përpara, për mos të tërhequr nga gabimi i të pabesëve, që ti e unë duhet të rezultojë sjellja tonë në qëndrueshmërinë e karakterit tonë, dhe si e bëjmë në detaje, edhe vllai po të jep shkrimin përpara, Zbulesa 14, si rezistojmë ndaj të ligut, ndaj mbjelljes së egjërës, duke bishën figurën dëmkën e saj, ka mënyra së ndaj shumë lloj egjërash, por ti qëndron duke zbatuar urdhrimet e Zotit Yahweh dhe besim tek Yeshua Mesia. Kur ishte ere fundit që drejtuesit kanë shfaqi këtë varg përpara, kur ishte ere fundit, ai do të citojë vetëm 11-ën, këtë do të citojë. Po ta citojnë çik tek këtu, okay. Dhe do të futi filozofinë e tij ama andaj. Opa. Me një, ndërkohë harron si rezistohet bisha, figura, damka e këtyre në këtë rast si e rezistojnë shenjtorët, qëndrueshmëria e shenjtorëve. Tu janë ky grup personash që zbatojnë urdhërimet, ligjin e Zotit Yahweh dhe besimin tek biri i tij Mesia Yeshua Krishti i vërtetë i Izraelit, që nuk kanë ullovja të ligj, sepse na duhet të rezistojmë të ligun siç ai rezistoi në Mateu 4. Me anë si tha, do të rrojmë me anë të urdhrimeve të atij ligji, që citovi librin e ligjit, ligji për 33 vargu. E shikon qëndrueshmëria e shenjtorëve, qëndrueshmëria e shëmtorëve, qëndresa e tyre për të mos u tërhequr, mos u ligështuar, thot, mos u futur në depresion, në frikë, në gjëra të tilla, që ti do t'i shkulësh njëre për gjithmonë nga jeta jote. Kur vjen mundimi dhe përndjekja, aty duken kush qëndron, njeri bie, skandalizohet apo jo. Se erdhi zbatimi, mundimi, vjen. Dhe masandaj morën u troqën të tërë nga gabimi i të pabesëve, njeri me tjetrin, masandaj njëri me tjetrin, opa, ik fluturojnë dhe shikoj gjendjen e tyre si janë sot. U skandalizuan me njerë. Po? Ti të më thot ati mua, më kati që nga shkele ligjit. Jo, unë kam të Zotin tim, ti nuk e di. Mua më tha, kjo fryma shenjtë tha që unë duhet të largohem të rriqem nga gabimi të pabesëve. Studia unë për këtë shkrimin, ndërkohë mësohen gjërat në Bibël, apostulli ka folur në zemrën e tij që mbante, kishte gjendë kënaqësi në ligjin e tij, Romakëve 7:22. Jo, po ajo Romakëve 7:22 nuk është, hiqe nga Bibla. Hiqe, mësandaj, veprat e 24, 21, hiqe ato kapitull, hiqe Anania në karakterin e tij, që ishte njëri devotshëm sipas ligjit. Me Mesian e ringjallur, që viziton dishepujin e tij. Dishepulli i tij mbante ligjin si Zoti i tij, mjeshtri i tij, zotëria e tij, si mbreti i tij, që ishte Mesia Yeshua. Ishte gjurmë e tij Anania, Mesias. Okej. Një tjetër farë, kjo fara që ra midis ferrave. Okej. Një tjetër sferave është ai që dëgjon fjalën tani. Vëlla motër, kjo fjalë është urdhërimet e tij me pak fjalë. Ti e dëgjon që duhet ta zbatoj këtë, që egjërat të mos mbillen me, se po e refuzove, po e përçmove fjalën, urdhrimet, ligjin, vinë çdo lloj tjetër, sepse po mëkaton. Flitet sot për mëkatin? Dëgjoj një, nuk e di, po të dëgjosh unë her pas here, futem në një dëgjim për pak minuta, flasin njerëzit për mëkatin? Vetëm dashuria, besimi, hiri, po fillojnë marrin jashtë konteksti çdo varg masandaj dhe fluturojnë me njerëz që janë vetë zgjedhur, që akoma do të pendohet nga shkelit e ligjit. Në atë ligj janë festat biblike, në atë ligj është nga në pastër, që janë 5 librat e parë të Biblës, fjalët e urta dhe psalmet, përbëjnë ligjin e atit që do thotë instruksione, udhëzime, që ai masandaj të mirë paiset dhe të çfarë të mësoj të veçuarit shenjtorët. Titi 1:7 deri në 9, është në Bibël ai? Okej.
Ai që ka marrë farë midis sferave, është ai që dëgjon urdhrimet, fjalën në këtë rast ja ta themi ligjin, mësimet dhe masandaj për një farë kohë thot shkrimi, ja ta do të jetë një varg. Që të kuptosh për çfarë e dëgjon fjalën. Dhe ti shikon masandaj sa herë përmenden gjëra të tilla. Ja ku ke. Tani duke dhe ekrani se është i madh, lavdiatit edhe, shikon në Psalmi 119 të thot, lumë ata që kanë një rrugë panjollë, që ecën me ligjin, ti do të jesh panjollë, pa të mejta. Se këta njerëz ecën në ligjin e Zotit Jahwe, respektojnë mësimet, e kërkojnë me gjithë zemër, nuk kryen të keqen, sepse çfarë? Ecin në rrugët në urdhrimet e atij ligjit, i respektojnë urdhrimet e tija, janë të qëndrueshëm në respektimin e festave që quhen statutet, festat e qëndrueshmëria e shenjtorëve, në respektimin e festave. Të njëjtat fjalë, i njëjti person. Davidi që kishte frymën e shenjtë, e njëjta frymë, i njëjtin Zot. Zoti Jahwe. Kur ke urdhrimet e tija, nuk turpërohesh sepse nuk po e shkel edhe mos andaj, po ecë nuk bie. Që duke ruajtur urdhrimet, ligjin, në këtë rast festat, rrugët e tija, fjalën e tija, nuk mëkaton, nuk devion. Dhe në këtë rast, ky person ka një rrugë të pastër, ecën me ligjin e tija. Por, masandaj, thot vetë shkrimi që ka disa kryelartër që masandaj nuk do t'ja dinë për urdhërimet e ligjit të tija dhe si janë këta persona, janë të bekuar këta? Jo, nuk janë më të bekuar. Këta persona janë të mallkuar, thot, sepse largohen nga urdhërimet e Zotit Jahwe. Tani, që në fillim ti shikove, janë të bekuar një grup personash që ecin me ligjin e tija. Dhe kështu janë panjolla, por janë të bekuar, lumë ata, të bekuar janë ata. Kurse të mallkuar janë një grup personash që nuk kanë për uljen për të ecur në ligjin e tija dhe masandaj ati qorton kryelartët, ja ku dalin kush janë kryelartët apo jo. Shkrimin e thotë jo sepse dikush e thotë dhe për ta anashkaluar kryelartësinë e saj apo të tij. Për grup personash janë të mallkuar sepse tashmë janë larguar nga urdhrimet e ligjit. Se atëherë çështja, po të zbatojmë ligjin ecëm në dritë dhe kemi miqësi me njëri tjetrin. Okej. Vazhdojmë në fara. Ai që merr çfarë fjalën, ja ku i kemi tu të tëra, fjala, dekretet, urdhrimet, festat, rrugët, mësimet të ligjin, është një njëjti koncept. Shikoj me blu. Tani, kur dëgjojmë për t'i praktikuar që ti dhe unë të mos shkelim ligjin, e dëgjojmë fjalën, por çfarë ndodh? Shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë ja mbysin të fjalën, e heqim me një anë urdhrimet të Atit, vjen i ligu ta vjedh, masandaj, dhe vjen i ligu masandaj të thotë të fut dyshime në mendje, të futet frika, sepse fillojnë shqetësimet. Shqetësimet fillojnë me frikën. Dhe një person nuk është më i frutshëm dhe bëhet i pafrutshëm. Tani, përse do shqetësohemi neve? Nga çfarë? Mesia vetha, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do hani, që do pini, as për trupin tuaj, për atë që do vishni. Çfarë tha që në fillim, mos u shqetësoni për jetën tuaj. A nuk është jeta, thotë, mvallë më me vlerë se ushqimi, trupi dhe veshja jote? Jeta të zbatosh urdhrimet e tija, kështu nuk mëkaton, thotë, ti jesh mirë me krijuesin tënd, thotë, me Atin tim, tha Mesia. Vini re zogjtë e qiellit, ta nuk mbjellin, nuk korrin, nuk mbledhin, thotë, fare në hambare, thotë. Megjithatë, Ati juaj qiellor ata ju ushqen.
A nuk vleni ju më shumë më tepër se ata? Nuk ka njeriu thot më shumë vlerë se këta zogjt thot që gjende as punojnë as bëjnë, thot gjende hanë. Ti do has thot. Ndërkohë neve futemi në shqetësimet tona. Harrohet jeta e përjetshme, harrohet prioriteti për çfarë je këtu. Harrohet për ku është fokusi tonë çdo ditë. Harrohet. Cili nga ju me gjithë kujdesin e tij do t'i shtoj shtatit të tij qof një kubik të vetëm. Thot me çdo lloj mënyre që ti do përpiqesh, thot, ti nuk do ecësh thot në atë mënyrë thot. Ti thot në atë nuk do kesh përparësi, nuk do kesh ndonjë rritje thot, dhe vetëm një kubik të vetëm. Që është mënyra më thonë për të llogaritur çfarë thon, por do të them që mund të shtosh të vetes tande diçka të vogël thot. Dhe ti me kujdesin tënd thot. Përse shqetësoheni për veshjen tuaj? Përse shqetësohemi se normal që neve po ja, shikojmë po ndalova këtu së punuar në sabatin, asandaj çfarë do haum, çfarë do pim, ku do vëmë neve, ku po fillojmë asandaj me tërë mendimet tona. Ndërkohë ati na le aty ku jemi, për shkak të atij lloji mendimi dhe besimi nuk ka shkur aty në atë moment. Se po i beson vetes, ne do ta nxjerrim situatën gjithmonë nga vetja. Ndërkohë Mesia thotë, ti thotë, me tërë kujdesin tënd do t'i shtosh në gjë thot, jetës tënde thot, kush ta jep thot. Nuk shikon Zoti të kush u jep atyre thot, kush i ushqen, kush i vesh, kush i mbath. Vini re si zambakët e fushës, dhe ata nuk lodhen, nuk tjerin. Dhe ata ushqen thot. Kur tani thot, nëse Elohim, Zoti, e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furrë, vallë nuk do t'ju veshë më shumët, më tepër ju, o njerëz thot besim pakën, a thot neve? Vallë thot nuk do na veshin neve, do na japin neve, thot. Ndërkohë thot bari i fushës thot është për një moment, pastaj nesër thot nuk është më, është hedhur thot. Mos u shqetësoni pra duke thënë çfarë do ham, çfarë do pim, çfarë do veshim, mos thoni, mos mendoni thot mënyra e të menduarit që duhet të rikoordinohet në jetën tonë. Nuk ka rëndësi vëlla sepse je në fillimet. Ti nuk duhet kesh frikë apo motër kurrë në jetën tënde. Ke paraqitur kërkesën përpara Zotit tënd që do ta zbatosh sabatin? Okej, po do ta lesh ti nuk do ta lej ati për ty shkeljen e rigjit. Pastaj, atë një muaj, atë 2 muaj, që do nderosh atin, do të nderoj ai, po ti nuk e merr atë hap, dhe vazhdo në ciklin tënd, në rrethin tënd vicioz, dhe masandaj ke frikë. Frikë? Ndërkohë Mesia citon 2-3 herë këtu, thotë, mos u shqetësoni, thotë. Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra, thot, janë është bota që mendon në këtë mënyrë, thot, që o çfarë do ha, çfarë do pi. Ndërkohë thot ati qelluaj, thot, ati juaj qellor pra, e di më mirë që ju keni nevojë për këto gjëra, thot. Nuk e di ai, kush e ka krijuar njeriu, thot. Mesia vet thot. Nuk e di thot që ti ke nevojë për të ngrënë, për të paguar gjërat tënde. Ku është besimi tënd? Besimin e vetja, mbaj besimin e vetja, do të çojë në shkatërim. Hiqe besimin nga vetja, sepse ikën frika në atë mënyrë, me njerë. Dhe me njerë ti kërkon fytyrën e tia dhe thua, o atim, unë, për 1 javë, 2 javë, unë do të heqë tani sabatin. Nuk më intereson. Cila është puna e parë? Okej, kaq të zem, lekë shqiptare, dollar, apo kaq euro, ku ta di unë. Më mjaftojnë se ti do më japësh pjesën tjetër. Sepse unë po e marrë këtë rrugë dhe kam filluar dhe ti do ta fillosh me besim. E bën ti të gjë. Ndërkohë thot ati ju e di që ju keni nevojë për gjëra. Nuk e di ati. Kur në jetën time nuk jam shqetësuar çfarë do ha, çfarë do pi, çfarë do vesh, ku do jem në punë. Kur nuk jam shqetësuar. Kam paraqitur besimin për para qellit. Me aq sa dia, por la dihemi të tia në këto 5 vite e fundit, masandaj ndodhi transformimi radikal. Por atëre,
kush më nje e di disiplinën time dhe prapë të noni ligu disiplinën e një personi që po çfarë do të nderoj atin urdhrimet e ligjit. Prandaj mbaje mend që persona do të vinë sepse i ligu dërgon ata që janë afër teje. Sepse ti do të disiplinosh për të mos shkelur ligjin e atit. Ti po e bën këtë? Ku po e çon të tërë forcën, energjinë tënde? Ku po ushqen shqetësimet tënde? Apo po ushqen besimin tënd, që duke zbatuar urdhrimet e tia do marrësh shpërblimin që të nevojitet? Këto mësime janë opuskuar, janë shtrembëruar, mbajnë njerëzit në Shqipëri peng me filozofi dhe me premtime boshe. Ndërkohë ati buqet nga qielli në urdhrimet e atij ligjit për të mirën tonë. Thot, ta shikojmë, dal të shikojmë disa vargje që ti të zgjohesh më tepër, nuk e di kush po e dëgjon. Të kesh arritur deri këtu. Zoti Jahwe të bekoftë, të ndihmoftë në rrugën tënde. Që ti të kuptosh që ka disa mirësi që ai ka vendosur për çfarë? Për të mirën tonë. Më falë se nuk më merr tani. Falë. Për të mirën tonë. Më falë. Po të di ligu në të moment, tani gjenë momente normal, është shumë astut dhe në llojin e internetit që ai kontrollon. Okej. Për të mirën tonë. Shikoj urdhërimet, ligjin, rrugët e tia, dashurinë e vërtetë për ne dhe për gjenerata, për lavditë e tia. Thotë, çfarë ngelet thotë? Më falë, po, kjo është që të kemi frikë, po, ditët tona të zjatën, okej, e solli ati. Ja ta shikojmë një varg tjetër që desha në fakt ta merrja në përpara që thot haprazi. E thot haprazi. Okej. Dashuria, para Gjoni 53 përpara teje. Në zbatuar urdhrimet e tia, kështu neve kemi frikë nga Zoti Jahwe duke ecur në rrugët e tia dhe kështu e duam dashuria, ta dua shatin, para Gjoni 53 pra përpara teje, mësandaj i shërben pra përpara teje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt në këto 3 blutë, pra përpara teje, respektimi i urdhërimeve të ligjit të tia për të mirën tonë. Për të mirën tonë. Në ka bërë një me 12 fiset e Izraelit të rilindur, me premtimet në qytetarinë që po zbret për qelli tretë, ku do jetë qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që do zbresin nga qelli i tretë. Efesianë 2, Romakëve 11, që do marrim studim kapitull 11. Çfarë kërkon prej teje dhe prej meje Jahwe, Zoti jonë? Të kemi frikë nga Jahwe. Të ecim në urdhrimet e tia, në rrugët e tia, në ligjin e tia, në festat e tia, ta duam dhe t'i shërbejmë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, duke respektuar kështu për të mirën tonë të gjitha urdhërimet e tia dhe festat e tia, statutet e tia quhen. Janë këto në jetën tënde? Në paktën fillon me muaj, me javën, çfarë kemi sabati, rënia pastër, mësandaj, në punë je prap duke t'i japësh atit 10% që të mos ja vjedhës, sepse puna është e lidhur me sabatin, është e lidhur me dhenjen, këto po ndodhin? Jo. Po ecën në festat biblike? Jo. Mban thekët në 4 cepat të rrobës tënde që janë
për t'u veçuar në numrat 15 me ligjin e tij që këtu na urdhëron që t'i respektojmë duke treguar dashurinë e vërtetë me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për shtegu